Partia Demokratike po përballet prej disa javësh me një presion pozitiv për të rifreskuar piramidën e saj të drejtimit, një proces që pranohet edhe nga Sali Berisha, një lëvizje iniciuar nga Ervin Saliani dhe që janë bashkuar shumë nga ata që në primaret e PD rezultuan më të votuarit, ose nga ata që garuan në listat e hapura në zgjedhjet e 11 majit dhe mblodhen vota shumë më tepër të emrat që përbëjnë leadershipin, konsiston pikërisht në rifreskimin e saj, si dhe në hapjen e PD-s kundrejt elementëve të rinj. Në parim të gjitha palët bien dakord, madje edhe vetë Berisha si kreu i PD-s e konsideron reformimin dhe hapjen si një prioritet, edhe pse deri më tani ka mbetur në nivelin e deklaratave. Dhe pikërisht ata që sot identifikohen si pjesë e lëvizjes së Salianit i kërkojnë Berishës që të drejtojë PD-n, duke bërë realitet ato që thuhen në deklarata nga foltorja e partisë apo nga studio televizive. Por praktika ka treguar se Berisha është i prirur të riciklojë të njëjtët emra, ndoshta nga fakti se ai ka vendosur më parë në provë dhe ka krijuar besim, ose nisur edhe nga fakti ku ndodhet sot opozita. Riciklimi mund të shihet edhe si një qok, një nder i kthyer për besnikërinë që i kanë treguar ndër vite. Kështu vepron edhe me pozicionet si në parti ashtu edhe në grupin parlamentar. Sa herë që i jepet mundësia, ai nxjerr një emër nga sirtari dhe e konfirmon. Të njëjtën gjë mund të bëjë edhe në pozicionin e avokatit të popullit, ku pasi i dha mbështetje me firma një duzinë me emra, në ditën e fundit të roqi mbështetjen ndaj listës, që për më shumë se 2 javë qarkullonte jo thjesht në media, por edhe në zyrat e kuvendit. Disa nga emrat e asaj liste ishin të rinj, që në një mënyrë ose në një tjetër kishin arritur të merrnin suportin e nevojshëm me firma deputetësh për të kthyer në kandidat për një garë që në fund të ditës vendoset nga vullneti i deputetëve të Edi Ramës. Në pothuajse të njëjtën ditë që tërhoqi mbështetjen e kandidatit që garon për avokatin e popullit, Berisha arriti të gjente konsensusin me socialistët për komisioneren e re për mbikëqyrjen e shërbimit civil, e cila ka një mandat 5 vjeçar. Emri i votuar ishte Lefterie Lleshi, ish kryetare e KQZ-s, e propozuar nga Berisha gjatë kohës që ishte kryeministër. Pak kohë më parë Berisha riktheu Arben Ristanin, duke emëruar në komisionin rregullator në KQZ si një prej antarëve dhe përfaqësues të PD-s. Ristani ka qenë kryetari i KQZ-s dhe një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Berishës në atë kohë, dhe ndoshta kjo praktikë me riciklime emrash dhe qoka do të vazhdojë sa herë të krijohet mundësia. Të njëjtën gjë ka bërë edhe gjatë kohës që ishte kryeministër 2005-2013, në pozicione të kyçe zgjodhi të emërojë ish bashkëpunëtorët e tij përpara 97-s ose familjar të tyre, edhe pse si makjazh përdori KOP me emra dhe fytyra të reja. Ndryshimi që ka sot në kohën kur ishte kryeministër është se i ka hapësirat më të pakta, por sa herë arrin konsensusin me socialistët, nga sirtari nxjerr një emër.